Pas përmbylljes së një rrugtimi mjaft sfidues dhe intensiv brenda mureve të Big Brother VIP Albania, Armir Shahini, i njohur gjerësisht si Miri West Side Family, është rikthyer ritmit të përditshmërisë dhe daljeve mediatike. Gjatë një interviste, artisti ka zhveshur shpirtin duke ndarë një nga përjetimet më të errëta dhe intime të jetës së tij, ballafaqimin me vdekjen e parakohshme të kolegut dhe mikut të tij të ngushtë Dr. Florit. Përballë opinionit publik, Miri riktheu në vëmendje peshën e rëndë të mungesës fizike gjatë ditës së lamtumirës, pa mundësia gjeografike për ta shoqëruar mikun drejt banesës së fundit, e kishte detyruar ta ndiqte ceremoninë mortore përmes ekranit. Ai theksoi se dhimbja ka qenë aq e mpret, saqë shpeshherë gjente veten të paaftë për të parë transmetimin e drejt për drejt, duke u mbytur nga pamundësia për të qëndruar pranë në momentet e fundit. Megjithatë, pika më drithëruese e këtij rrëfimi u fokusua tek akti i tij i parë sapo shkeli në tokën shqiptare. Pa humbur kohë, destinacioni i tij kryesor nuk ishte familja, por preja e përjetshme e Dr. Florit. Gjatë kësaj vizite të ngarkuar emocionalisht, Miri zbuloi se ka zhvilluar një monolog rrëqethës me mikun e tij. Unë shikoja gjithë ceremoninë live, edhe disa momente i hiqja se nuk i duroja dot. Pastaj mu dukte pse duhet të jem aty, si isha dot aty. Unë kam përcjell atë në mënyrën time. Kur erdha, gjëja e parë që ishte shkova te varri i tij, edhe kam folur me të. I thash pse ike. S'duhet të kishe ikur. Më ka kthyer përgjigje. Dëgjoj të thot Miri në fund. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.